Shefu Zoni Hafidhullahu Ta'ala thot, kohës sahabeve edhe kohës tabinëve, kundërshtarët, munafikat, çfarë do lloji, nuk kanë mundur në mënyrë direkte me i godit. Ka qenë shumë të lidhur njëri me tjetrën. Pse po themi na sot vllazni që po shtohen shumë fitnet, musliman duhet më kon të unifikum pas ulemave. Wallahi, momentin kur si i kapën pas ulemave në këto fitne që tash që po ndodhin, kemi deviju. Devion Allah. Politikat ndryshme strategjike, fotot sen, u taku, s'u taku, e boni këtë politik. Ky dha selam, si dha selam. Ku di unë shkoj u taku me qafirin, u bojë spinimon Palestinës. Këto vllazni ndikojnë tek zemra besimtarit, ndikojnë këtë sene. Fetfate ndryshme anë i kni, s'duhet më gut. Këta ka dole. Se njeriu veç rrshet. Pse na muslimani jemi, besimtarë jemi, ku t'i shohim krimet, senet, neve na dhem zemra. Atëre çka? Tu dosh kishe me rregullu, a bëjmë shermat ma. Derisa hebrejët futen në radhët e muslimanëve, një burr hebrej, jahudi nga Jemeni, Abdullah ibn Saba. Çfarë tha ky? Erdhi në Medinë tipi, ku pranoi Islamin. Muslimani është aki vret vllazni. Kur di vjen edhe shpreh shahadetin, e ka për qafe. Pse? Se muslimani është i drejtë, edhe nuk mendon keq. U bë musliman për mi mashtru muslimant. Mandej nisti të përhapte helmin në përtubime ku merrnin pjesë njerëzit mendjeli. Kështu që ata u mbledhën për rreth tij, kur u kuptua qëllimi i tij, ai dobua nga Medina dhe shkoi në Egjipt. E panë që ky veç o tu sjell trazira. Ky po don me përqa unitetin e muslimanëve. Në Egjipt ai gjeti një fshat të cilët shuheshin për përçarje dhe u fut mesin e tyre. Aty ai përhapi helmin e tij duke filluar me shajt Uthmanin radhiyallahu. Sepse kur shohën prisat përkundër asaj që ka dhe të këqij, fut trazira dhe luftë civile brenda muslimanëve. Si përfundim ai arriti të krijonte një bandë të armatosur të fuqishme. Në emër të fesë e goditi Uthmanin radhiyallahu anhu. I bindi një pjesë përçarse edhe u çun grupi shkon në kohën kur ishte haxhi, ja rrethakun shtëpinë Uthmanit radhiyallahu anhu, disa ditë kanë ne, edhe Uthmani subhanallah nuk kërkoi ndihmë prej sahabeve tjerë. Tu lexu Kur'ani ka rjedh gjaku, e ka në vrah tu lexu Kur'an. Edhe nuk ka dashur luftë civile me pas mes muslimanëve. E ka sakrifikuar vetveten vetëm për dy sen. Një, për mos më bë menheq secili kujt i tekët, s'po pëlqen mua, hajde rrezom për një herë më të rrezu, mos me hek sulën e pushtetarit. Edhe e dyta, nuk ka leju që më bë luftë civile në mesin e muslimanëve, le të vritet vetëm një Uthman. Jo të